Sa herë që vinë zgjedhjet, aktualizohet një debat mes besimtarëve se a del prej fesë ai i cili voton apo jo. Ky debat rrjedh prej diskutimeve dhe debateve të shumta të dietarëve islam lidhur me ajetet kuranore ku Zoti i Madhërisht thot: ai i cili gjykon me një ligj tjetër pos ligjit të Zotit nuk është besimtar apo është jo besimtar. Dietarët islam kur kanë debatuar rreth kësaj çështje, ata paranesh kanë ardhur me dy mendime. Mendimi i atyre i cili thot që po, ata të cilët votojnë dalin prej fesë, dhe ky është mendimi i një pakice tepër të vogël të dietarëve që e kanë këtë mendim. Nuk jemi duke e mohu këtë mendim, ne respektojmë këtë mendim, por duhet ta themi të vërtetën. Ky është mendimi i një pakice shumë të vogël, kurse mendimi i shumicës dërmuese të dietarëve islam në komentimin e këtij ajete thuhet se nuk del prej fesë ai i cili voton, sepse është duke zgjedhur dëmin më të vogël në këtë alternativë ekzistuese. Tash, diskutimi që bëhet mes besimtarëve është krejt në rregull, s'ka as pak problem. Edhe kjo që unë po e them tash, po e bie edhe një argument se pse votimi nuk të nxjerr nga feja. Ne kemi ligjin e martesave të gjinisë së njëjtë në Kosovë që nuk kaloi. Edhe nuk kaloi pse? Për shkak të votimit kundër nga deputetët fetar. Pik. Aty kanë qenë deputet fetar që nuk e kanë leju me kalu. Tash, nëse do t'i dëgjonim këta të cilët thonë nuk duhet me votu fare, aty nuk do t'a kishe asnjë deputet fetar. Rrjedhimisht do të kalon të ky ligj. Çka i bie kjo praktikisht? Kjo i bie që ata të cilët votojnë ndoshta ka një gjasë që mund ta ndalin ndonjë ligj i cili është kundër Zotit, kundër natyrshmërisë, kundër familjes e kështu me radhë. Kurse ata të cilët ftojnë që nuk bën fare me votu, praktikisht ata thonë që ligjet që janë kundër Zotit le të ecin përpara. Nëse nuk është kështu, e pres me ma kundër argumentu dikush. Pra ai i cili thot që s'do të me votu fare, praktikisht ai është e shty ligjin dhe ligjet të cilat janë kundër fejes, kundër besimtarëve, kundër Zotit. Pra mos votimi, jo votimi, sepse votimi t'jep gjasë ndoshta pak 1% të vogël që ti me e fut ndonjë ligj pro fejes, pro Zotit, pro Kur'anit e kështu me radhë, pro besimtarëve. Nëse nuk është kështu, ju presin komente që të më sfidoni me argumente, pa ofendime. Unë nuk i ofendoj ata të cilët kanë mendim ndryshe. I respektoj. Respektoni edhe jo, sidomos ata të cilët mendojnë se nuk bën fare me votu, edhe nuk është zgjedhja e dëmit më të vogël, le ta argumentojnë.